Ne sot si shoqata e personave të zhdukur në komunën e Klinës kemi pas takim në zyret e komunës, bashkëpunim me komunën, shoqata bashkëpunim me komunën për njoftimin që na dhanë sot zyra për sektori për marrëdhënie me familjar, me shefën e saj Majlinda Maloku. Të ftuar ishin edhe familjarët e personave të zhdukur, sepse na erdhi informacioni, na erdhën edhe emrat për personat e pagjetur, personat e zhdukur në komunën e Klinës, të cilët më herët janë gjetur në Bishtarzhin të Gjakovës, por tani është bërë ekspertiza atyre, është bërë ADN-ja atyre dhe janë 7 në komunën e Klinës që tani janë gjetur. Njoftimi i parë ishte sot me familjarët e këtyre personave që tani u gjetën, janë gjetë jo komplet, por pjesërisht. Informacionin e kanë dhënë drejt për drejti familjarëve të personave të zhdukur, dhe është një datë e sërshme bukur e vështirë për familjarët, sepse për herë të parë morën informacion për të afërmit e tyre, për njerëzit që deri me tani nuk i kanë ditur, por tani e dinë se ata një ditë do t'i vendosin, do t'i varrosin në një vend të caktuar këtu në komunën e Klinës, por ne si shoqatë edhe komuna e Klinës bashkarisht mendojmë dhe do ta bëjmë një akademi përkujtimore. Është caktuar data në ditën e zhdukurve në komunën e Klinës, si datë e caktuar nga Asambleja Komunale e Klinës, dhe po atë ditë do të bëhet edhe kujtimi, po do të bëhet edhe përcjellja e këtyre 7 të pagjeturve që tani jeshtat e tyre u gjetën. Do t'i përcjellim në mënyrë ma dinitoze, në mënyrë ma të mirë. Për familjarët mund të them se është një diçka dhëmshme, diçka shumë e rëndë, por ata i mbajnë edhe krenaria, sepse pa gjakun e tyre ne nuk do ta kishim lirinë. Liria kishte çmimin shumë të shtrenjtë, dashti shumë gjak, shumë lot nënash, shumë lot motrash e vëllezër. Prandaj edhe këta familjarë do të përballen me dhimbjen, por edhe do të kujtojnë me krenari të afërmit të tyre, por tani e kanë një diçka më të lehtë, sepse ata familjarë do ta dinë se ku i kanë të afërmit të tyre, do ta dinë ku t'i kujtojnë ata, dhe në ditën me 4 prill do të bëhet varrimi i tyre në varrezat e dëshmorëve atje, ku janë edhe varrezat e të zhdukurve bashkë, janë edhe varrezat e veteranëve atje, dhe atje do të bëhet varrimi i tyre me 4 prill, ndërsa një nga të gjeturit, Mentor Myrtaj, që është dyti vëlla i zhdukur, ai gjetur para 5 vite, tani ky është gjetur dhe ky familjarët shprehen dëshirën që të marrin vllahun e tyre dhe ta çojnë ta vendosin pranë vllavut tjetër që është gjetur para disa viteve, t'i bëjnë bashk, është e drejtë e tyre dhe këtë do ta bëjnë. Pastaj ishte edhe një kërkesë e një familjaри nga Sferka, edhe ata dëshirojnë dhe dojnë edhe mendojnë që do ta varrosin atje me familjarë tjerë në Sferkë. Këto 2 arkivole do të përcjellen njëra për Jashanis, ndërsa tjetra për Sferkë. Ndërsa këta 5 të tjerët do të varrosen në të varrezat e dëshmorëve, ku atje janë të vendosen pranë varrezat e dëshmorëve, janë edhe varrezat e të zhdukurve, do të vendosen aty, do të përcjellen me ceremoni, me feseken, me ushtrinë tonë, dhe do të bëjmë një akademi, ku thash më herët, dhe do t'i kujtojmë mënyrën, do t'i respektojmë dhe nuk do t'i harrojmë kurrë, sepse edhe familjet e tyre priten gjatë në ankth për ditë të këshyrë, në dyrt të oborit me s'përvjet dikush një informat të morën prej tyre, ose çdo ditë
duke ndëgjuar telefonin mos po ndodh. Tani e tutje ata do të vendosen në varrezat e të zhdukur, do t'i kujtojmë aty dhe Klina tani edhe 7 të tjerë edhe 5 të tjerë po i varrosin në Klinë, po 7 të tjerë që u gjenden. Që nga fillimi ka qenë një numër i madh i zhdukurve, 176, më vonë 135, tani kena pas edhe 77 pa gjetur, po tani 7 janë gjetur, do thotë edhe 70 janë të gjetur, kom fjalën për këtë rajonin e komunës së Klinës. Ndoshta nuk mund të më thotë të gjitha, sepse ka diçka që nëse këmaru më kërkoj edhe folje, por familjarët unë ju dëshiroj që ata të dinë të përballën, me ata sot edhe kishim takimin e përbashkët, ata në i pritje të mirë, ata në me fjallë të mirë në pritën me kuptuat me dhimbjen e tyre, por me krenarin se toka Kosovës u desht të lohet me shumë gjak.